Ata ishin kaur, unë isha muslimani. Edhe ja që jemi një rëgusht. Ja kjo do më një lespe, asgjë tjetë. Unë duaj që tjetë i lumë tonë. Sa io che lo hanno amata magazinieria. Portani për tani ka ikur në Francë. Duhe shpirtë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të kem një nën, është një 63 vjeçare që quhet Refie Nanaj, e cila do rrofej jetën e saj të vështirë në rininë e saj, nga një histori dashurie që përfundoi shumë shpejt në ndarje, por që nuk ishte vetëm kaq ndarja. Do të jetë 63 vjeçaria që ditën e sotme ka marrë guximin të hyjë këtu në live me Odetën për ta rrëfyer këtë histori dhe për të rikthyer mbrapa në kohë 40 vite pas. Hap dritaren dhe e përshëndes. E dashur Refie, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. E dashur Refie, si je? Mirë. Më vjen mirë që je mirë me shëndet. Faleminderit. E dashur Refie, ju keni një histori të dhimbshme që keni përjetuar kur keni qenë e re. Po. Jeni në kërkim të një fëmije? Po. Që keni qenë që e kam quar në jetimore. para 40 viteve. Para 40 vite, po, më shumë bile. Vajzë apo djalë? 39 vjet, 40. Po, 40. Tani që mu përqëndrova një qikë. Vajzë apo djalë? Djalë. Çfarë ka ndodhur? Pse e leni jetimore? Po, e lash një jetimore sepse nuk donte nëna e ati djalë. Ishte një histori dashurie? Po, histori dashurie njojtën, ngella 7 zane edhe ata pasaj donin këshu pa fëmi, ose me fëmi nuk pranonte nëna. Ju keni qenë Ajo bënte. Ju atëherë keni qenë e re, një vajzë e re. 22 vjeçë. Dhe jetoi në çfarë vendi të Shqipërisë? Këtu në Tepelen, në fshatin tim. Por djali që u dashurove ishte po nga fshati juaj? Jo. Ishte na me Malia. Por mund të ma tregosh të histori dashurie çfarë ndodhi? Ti ishe 22 vjeç, po ai? 25. Ju dashuruat dhe ishit në moshë edhe për t'u fejuar martuar? Jo, njerëzit e atia nuk për të vajtu s'kishin vajtu si punë, po ishin në djeni. Që djali tia donte një vajtë, më donte mua. E dashur Refie, po pse nuk të pranonin si nuse? Ata ishin kaur, unë isha muslimani. Për shkak të fesë? Po. Sa kohë qëndrove me djalin në fjalë që e dashuroje? 1 vit. Dhe mbete shtatzën? Po. Ja komunikove këtë gjë atit? Po, normale, po. Por ai çfarë të tha? Ai tha që do pyes prindrit tashita. Do ta diskutoj me prindrit. Dhe prindrit e tij refuzuan? Po, nena, jo babaj, nena. Ajo nuk donte që ti të vije nuse pse ishe muslimane? Edhe muslimane edhe me fëmijë. Por fëmia ishte djali i saj? Po djali i saj, po. Nuk pranonte? Nuk pranonte. Dhe çfarë ndodhi me jetën tënde? Pastaj jetën time ndodhi që na kërkuan analizat, bëm analizat e ekspertizme ligjore. Nuk one flas këtu e 40 vjetë. Po. E bëm në Tiranë, doli fëmia që ishte e atia, shkua me gjirokasër, e pranuan. Edhe më në fund tha që unë kam detyrim që të paguaj për fëmijët, po për të marrë poli babaj aty pasaj.
Dukesh, më tha kryetari i gjyqit të re, po tha, gjë këtu tha, shiko jetën tënde. Dashur Refie, unë e kuptoj që në atë kohë një vajzë e re mbeti shtatzan i e lënduar. Nuk i the diçka babait të fëmijës që pse po më braktis? Nuk kliste dot, nuk e merrte guximin para nënës edhe babait, sidomos nënës njëherë. Por ti nuk... Ishte shumë e repta ajo, ishte shumë, si ta thuash. Ti sa mbete shtatzën nuk u takove më me atë? U takova një 2 herë dhe pasaj iku, ai vajti në kursin për shofera në Durrës. Por ato 2 herë të fundi që u takove, çfarë të tha? Ngeli i befasuar. Por nuk të dha shpresë që mund të merrte në shtëpi dhe të bëhesh e nuse ti? Jo, do ta diskutoj me prindit, E dashur Refie, po prindit e tu si e pritën? Prindit e mi, po, shumë keq, si do qoftë, mentaliteti në fshat. Si ka qenë ajo periudha jote e braktisur dhe shtatzën? Lere më se pyet. Ke vuajtur shumë? Shumë kam vuajtur, na jo më erdhën gjitha këto pasojat, tani që vuaj. Refie, çfarë viti lindi djali? Çfarë viti lindi djali? Në 86 më duket. Po, aq i bie. 1986 ai bie. Në çfarë qyteti e keni lindur? Në Kamës. Në Kamës, dhe kush vendosi që ti ta braktisje dhe ta lije në jetimore? Jo, aty vendosën ato të Kamës, ishte një doktoreshe e mira. Por pse ta morën djalin ty? Si pse ma morën? Doje ti ta lije në jetimore se nuk të pranoni familjarët e tu, apo qa ndodhi? Jo, që të bëja analizat. Duhet të bëj fëmia 6 muaj që të bëj analizat. Po, domethënë si e humbe ti djalin? Domethënë pse djali përfundoi në jetimore? Po atje e la shumë sa të bënim analizat se do vija lart e poshtë, që të bëja ekspertizmën e analizave. Të atësisë, e atësia. Edhe e kontrolloja her pas here. Por pse nuk e more dhe ta mbaje në shtëpi? Jo. Nuk të lejuan prindrit? Nuk e mora. Ishin prindrit e dashur Refie që nuk të lanë? Po të gjitha, mentalitetin të gjitha. S'kishin dalë analizat akoma s'ishte, po nuk prisim një përgjigje të analizat. Pra, me sa po kuptoj unë, ti djalin tënde ke takuar deri në moshën 6 muajshe. Po, 6 muajshe dhe vija e kontrolloja unë edhe musumur, shkonte edhe në spital. Dhe më pas, a i përfundoi në Befotrof, në jetimore. Në jetimoren e Tiranës? Në Tiranë. Po, në Tiranë. Aty pasaj vajti vëllai që më ka vdekur, edhe pyeti u interesua, e i thanë ato që i thoi motrës mos të mërzitet se e ka marrë një familje mirë. U birsua, pra djali juaj ishte birsuar. Ma morën djali, u birsua djali. Në çfarë vendi të Shqipërisë ke informacion apo nuk di gjë? Jo, nuk i kishin treguar vëllai. Po i thoi motrës ishte që është në një familje të mirë. E dashur Refie, babain e djalit e takove më vonë? Jo, derisa nuk pranoj marrjen e djalit bashkë, jo, pastaj jo. Ai e mësoi që ai fëmijë përfundoi në jetimore? E mësoi lajmin që fëmia ngeli në jetimore dhe u birsua? Jo. Se fëmia mbajti emrin tim. E qartë, mori emrin tënd. E dashur Refie, ti më pas jetove me nënën, me babain, u martove? Po. Sa fëmijë ke nga martesa? Një vajzë. Me jeta kesh, pra je nëna e një djali dhe një vajze. Po. Por historinë e djalit tënd ti e ke mbajtur sekret apo e di burri? Jo, burri t'ja tham, e të gjithë ja tha babai historinë. Pra burri është djeni që ti ke një fëmijë jashtë martese? Edhe çupa.
I dashur e fije, ti ke hyrë këtu në live me Odetën se kërkon të gjesh djalin tënd. Po. I vendose emër? Po, djalin ishte një doktores që ma tonte dhe më tonte shumë edhe mua, edhe më tha mua do t'i qosh emrin e djalit ti. Dhe çfarë emri ishte? Alo, kishte një djalë, edhe më tha mua, sa herë tha që të kujtosh djalin tha, do më kujtosh edhe mua. Edhe ja qoj emrin Ergyst. Ergyst. Dhe sot, pas 40 viteve, ti je në kërkim të Ergysit. Po, është një peng, një plag në zemrën tënde? një shumë e madhe. Vetëm ta shoh Odeta. Nuk dua që vetëm ta shoh nëse jeton apo jo. Ja, kjo do më ngjelet pe. Asgjë tjetër. I dashur e fije, dua të qetësohesh, mos të emocionohesh. Ai sigurisht që është gjallë, përderisa është birësuar dhe vllai ta dha atë lajm në ato vite që është birësuar në një familje, do të thotë ai. Po kush e di si ka vajtur jeta Odeta, të keqere fija. Kush e di si ka vajtur jeta. Por, sido që tjeta i ka patur një nënë dhe një baba që si ka munguar fjala nënë dhe baba. Jo, si ka munguar, jo. Unë po që jam nëna biologjike i ka munguar, kurse e kështu që e rriti një familje tjetër si ka munguar. Por, ti e linde në 1986 në Kams, të kujtojt muaj, çfarë muaj ka qenë? Nuk e mbaj më të mirë, po qofsha e gabuar maj. Se qa date nuk e mbaj më të, nuk e mbaj më. Maj 1986, Ergysi erdhi në jetë në Kamës, në zonën e Kamzës, por ai sot është birësuar, sigurisht që mban një mbiemër tjetër, ndoshta prindit birësues mund t'i kenë vendosur dhe një emër të ri, këto nuk dihen. Do me thënë komplet dokumentat që ja kanë bërë me emër tjetër, me mbiemër tjetër. E dashur e fije, nëse do ta kishe përballë djalin tënd, çfarë do i thoshe? Çfarë do t'i thosh? Do t'i thosha këtë që të ketë jetë edhe shëndet. Edhe nëna ta shikoj. Sa është rritur, edhe për baba. Unë dua që t'jetë i lumtur. Ta shoh një herë djalin e kaq. E nuk dua të qaj që mi pëdeson. Të lutem, qetësohun, dhe nuk duhet të qash, do t'jesh një grua e fortë, e kuptoj që është një plag e së shkuar tënde që të dhëmë shumë, uroj dhe shpresoj që ne ta gjejmë Ergysin tënd, uroj që do të bëj një nënë të lumtur. Se më ka thënë doktori që edhe mos të qash, po edhe gëzim shumë mos të kesh. E dashur e fije, nuk do të mbaj gjatë këtu në këtë live, sepse e di që jemi tension dhe nuk jem mirë edhe nga ana emocionale. Unë të premtoj që do mbetemi bashkë në kontakt dhe uroj dhe njëherë po ta them që të bëj një nënë të lumtur dhe uroj të bashkohesh sa më shpejt me Ergysin tënd. Faleminderit. Të përqafoj dhe të përshëndes e fije. Mirupafshim. Ata dy fëmijët u bëfshin në mbretër. Faleminderit. E dëgjuam historinë e kësaj nëne, të zënjës Refije, e cila i bëri një mesazh djalit të saj Ergysit që ka ardhur në jetë në 1986 në muaj maj, datën nuk ishte e sigurt. Nëse është duke na ndjekur, uroj dhe shpresoj që ky djalë na kontaktoj dhe kjo nën të bëhet vërtet e lumtur, sepse braktisjen e djalit në jetimore e detyruar nga rrethanat asaj kohe vazhdon ta vuaj dhe sot e kësaj dite dhe lutemi që kjo nën ta gjej sa më shpejt të birin. Kushdo që ka informacion, mos të hezitoj të kontaktoj në numrin tim të telefonit që besoj të gjithë e dini. Numri im është 069 99 55 698 që ndodhet poshtë këtu në ekranin tuaj. Mirë, do të vazhdojmë të qëndrojmë edhe për disa minuta të tjera së bashku këtu në live me Odetën, pasi do të sjell një tjetër histori, një tjetër personazh që kërkon të jetë këtu në këtë dritaren time. Por çfarë historie ka? Le ta dëgjojmë së bashku, kështu që hap dritaren dhe e përshëndes. Resmie, përshëndetje. Përshëndetje të keqen. Si je me shëndet? Jerini.
Po, mirë, si pleqëri, me tratë sëmundje, pa hajde. Aj se e fort je. Jo, nuk jam e fort, jo. Forca, e fort je. E dashur Esmie, ju keni një histori në familjen tuaj që ka shumë vite, le të themi që ka ndodhur, jeni në kërkim të një personi me emrin Luan. Po. Unë dua ditën e sotme këtu në live me Odetën ta sjell historinë e Luanit me shpresën për të zbuluar një të vërtetë. Po. Ju çfarë e keni Luanin? Unë e kam vënë e burrit, Jeni kunata. natën. Si e ke mësuar historinë e Luanit ti? Unë, kur kam marrë aty, kam gjetur vetëm Vjerin, se Vjera kishte vdekur. Fatkeq. Eve Luanin, kur vdikë Vjera, Luanin kishte lindur në maternitet, eve kishte marrë jetimorja, e mbajti materniteti, se Vjera ishte sëmur. Pra, kur lindi Vjera jote Po, Luani, Vjera ishte sëmur. pas sa ditësh ndrojet? Ndrojet gjatë lindjes apo Jo, mbas lindjes, ishte 3-4 vjetë, apo jo, si, po, 3-4 vjetë. por Rojti ve vdiq. Luani nuk e preku fare me dora ajo, tregojnë këta. Luani Se nuk ja dhamë, se ishte sëmur me ftomë të rëndë. 13 ditë në maternitet. 13 ditë që ndoj në maternitet, ajo ve iku në spital prapë. dhe djalin e la në spital. Po, Por vjeri juaj në ato kohë sa fëmijë kishte? 3. Tre Me fëmijë. Luani 4, 3 fëmijë pati. Por ishin dobët nga ekonomia, nuk i mbante dot, ai vetë ishte i sëmur. E dashur Resmie, keni informacion ju çfarë date dhe muaj dhe kush vit lindi Luani? Po, kemi certifikatat. Kur ka lindur? Kemi certifikatat. Çfarë datë lindje është Luani? Po kërkon certifikatën. Jo, e ka gati e mora, po ndëroj syzet. Të lexosh më qartë. Po. Ja, Luana Matajsh, Fasli, Sabian, në 10 Korrik, 52. 10 korrik Po, 1952 që e sot ai 52. që sot ai 52. i bie sa vjeç jetë? Po i bine stajt e 3 vjeç. Po, aq 73 vjeç. Po, në Tiranë, ka lindur në Tiranë. Por vjeri juaj i ndjeri u interesua më pas për të birin? Jo, Odeta nuk ishte i sakta i për të kërkuar. E qartë. Ishte me sëmundjen e tokës. Dhe nuk mundej dot sigurisht që Jo. ta mbante dhe të kujdesej. Kjo familja e burrit tuaj u rrit me këtë brengën e madhe që Luanin nuk e gjetën dot. Jetim fukarej në ditë të pykës, mota ishte me madhe nga gëzimi 2 vjetë. Pra, është kunata e para, është gëzimi burri juaj i dyti? Po, vjen Viktori vdiq, tani po bën në 1 vit e 2 muaj. Ngushëllime, pra, fëmia i treti kësaj familje ka ndruar jetë. Po, e veç e iku vetëm në një atje i tha gëzimit, tha kërkojmë vëlla. Por neve kemi kërkuar, neve ajo Tirana, jetimore Tirana, sot e kam quar në Kors. Dalemi këtu dhe ma tërgo këtë informacion. Kur fëmijët u rritën, gëzimi të gjithë, nisën kërkimet, çfarë zbuluan për vllajën e tyre? Që zbulonim, ja kërkonim në vetë, ku atje. Kur erdi viti që do ikte ustar, ata na i kërkuan neve, kam qenë aty unë, ne ku të kërkonim. Kur mbushi moshën. Pra, kur Luani mbushi moshën e ushtrisë, erdhi fleta në shtëpi. Po, erdhi fleta. Ndërkohë që ai fëmijë ishte lënë në spital. E qartë. Po? I tham neve ku të kërkojmë, se ne nuk e tim, po e kërkojmë nga juve. E la nesje.
Nuk unë djetë me. E dashur Esmije, si e mësuat faktin që ai nga spitali i Tiranës, në martenitet ku kishte lindur, kaloi në shtëpinë e fëmijës në Korçë? Nga materniteti, se buri im vinte në Korçë, bënte kampin. Po, gëzimi. Po, gëzimi. Edhe atje e kërkoj. Po? Edhe ata nuk e treguan. Por e mësoj lajmi që ai ishte rritur në Befotofi në Korçës? Po, atje, po. Po, 3-4 vjetë që vajti ky në Vosopoj, vinte në Korçë e kërkonte dhe nuk tregonin gjë. Nuk na i tregonin. Që do të thot ishte birësuar dhe nuk i treguan se në cilën familje ishte birësuar? Nuk e dim, fare nuk... Vetëm në gojvanat, flise tjetri. Por të tjera informacione... Po. Të tjera informacione keni marrë? Jo. Vetëm në 88-ën. Po. 1988-ën. Buri im punonte mekanik, ishte mjestër, edhe vajti në uzinën Dinamo. Në Tiranë? Tiranë. Po. Për të marrë materialet e mekanikëve. Atje, tha emrin, jam Gafiri, Zima Mataj. Edhe, tha jo, që ke Luana Mataj, tipa, magazinierja. Kupton? Po. Sënde. Po, mendja, vëzaj ta ty. Edhe, kaq, edhe iku. Pastaj i tha i soferi, o gzim, ka i të pyti për vlajin, kë ke Luanin ti? U këfyë nga rruga ty, e vajti takoj. Po. Magazineren. I tha, më ti tha më pyte për Luanin, tha. Si e se punë e Luanit, tha. Se unë e kam vlaka, por... Nuk e njoh. Këtu, tha. Nuk e njoh. E tha e Luana Mataj, punon këtu, e vërtet, punon këtu, por tani për tani ka ikur në Francë. Në 1988-ën? Po, në qesor, muajin e qesorit. Dhe Tha, do këfehet, tha. Po? Dhe ka ikur me të fjorën qesor. Por çfarë punë bënte Luani se... Nuk e tim. Në 1988-ën të udhëtoje drejt Francës, do thotë të kishe një post të mirë në sistemin asaj kohe që të dilje, se kufin ishin të izoluar në ato vite, nuk dilje do të nga Shqipëria. Po e vërtetës kjo që thoni, që duhet të jetë në një jetë ngritur. Por gëzimi nuk shkoj më kur atje në stadiumi Dinamo për të interesuar më vonë. Jo. Nuk vajti në uzinën Dinamo. Në uzinën Dinamo. Po, në uzinën Dinamo. Nuk vajti se to e thanë që në qesor të fehet. Mas një viti. Pastaj mas një viti jo bëm këto trazire aty ande, edhe umbi. Kur u hapën sotjatat. Po, pas 90-ës flasim tani. Po. Edhe unë e kërkova në jetimore. Ke shkuar në jetimore, keni bërë kërkime? Jo, këtu në shoqatën e jetimeve, këtu në Fiesh. Po, e qartë, po? Këtu u hapën këto. Edhe mëga që t'i kata tu, dhe rëcëtera këtu, e javasa se kretares. A ju gërmoja, këdi unë nuk që tha, i Luana Mataj, tha, jeton në Greqi, në Tiranë. Po? E tha, po të duas vemi takohemi, tha. Po pse nuk e bët këtë takim? Nuk e bëm këtë takim neve, falë, se ajo iku, nuk ishe dhe ajo e përqëndruar, ajo iku në burim gëzimi usëmur, kuzë të ndishtë ti jetimër me ale, me vojtje, u la në esje. Në esje u la nga jo, po zemre të tyre, a i kur delti aty, ty qanë.
Gëzimi. Do flasë edhe me Gëzimin. Nuk duron dot, ja te po bi muhabet ai që janë ndej. E dashur Esmie, ti nuk e ke njohur asnjëherë Luanin, por flet me një dashuri kaq të madhe dhe dëshiron që ta gjesh dhe ta bësh të lumtur burrin tënd. Nëse Luani do të dëgjonte, 73 vjeç, sigurisht që është i ri në moshë. Mund të krijuar familje, është bërë baba, gjysh. Çfarë do i thoshe sot ti si kunata e tij, si bashkëshortja e Gëzimit? Unë edhe vëllai e tij Viktorin Qiriku, unë i kam respektuar dhe më ka respektuar Odeta. Sepse i arritur jetimësh, edhe unë kam një shpirt që nuk dua t'i largoj nga njëra tjetër, vetëm të afrohen, pa interes. Nuk dua interesun, se ne pleqëri marrim pensionin të mirë. Jetojmë, fëmijëve nuk u bie më qaftë. Të besojmë. Edhe unë vetëm i ndihmoj fëmijët. Por edhe Luani, po të më dëgjoj, nuk i bie më qaftë. Vetëm ai të njohë vllai dhe motrën. Se ve këta ka vujtur Luani, se vërtet që ka vujtur, por edhe këta ka vujtur. Luani mas e ka ngrënë një kore buk të jetimore. Këta nuk e kanë ngopur barkun me buk, Odeta. E dhimshme. Nuk ka vujtur. I ka mbajtur motra. Që i ka rritur, se nëna ju vdiq. U vdiq, ajo martua e vogël, i afroj, ishte burri saj i mirë, edhe i afron të i bënte. E dashur Esmie, unë uroj dhe shpresoj që ta gjej Luanin, të zbuloj ku jeton Luani, për të mësuar jetën e tij, një vendodhje të tij që ai Gëzimi të jetë i lumtur. Siç ka emrin Gëzim, ashtu të ketë edhe brenda shpirtit të tij. Ta ke me shpirt. Gëzim, përshëndetje. Përshëndetje. Po na dëgjoje me Esmien dhe po qaje. Por pse? Jemi shumë të lodhur të, shumë të vojtur të Odeta. Shumë të vojtur. Kysh fëmini, tash kemi akoma, jemi në vojtje sepse na ka bërë Luani që ne vetë jemi të stresuar. I dashur Gëzim, sa vjeç ke qenë kur nëna u largua nga kjo jetë? Unë kam qenë 11 vjeç. Fare i vogël, por e kujton nënën tënde? Po më kujtohet se e mirja me qerre, nga kafara i e bje në spital të Fierës. Ishte kur ishte së mundë vitin 50-51, 52. Ishte 6-7 vjeç e qerren me qe, edhe bje në spital. Momente që nuk i ke harruar dhe nuk do t'i harrosh kur. Nuk i harroj dot. Nuk i harroj. I dashur Gëzim, unë e kuptoj që fëmiria juaj nuk ka kujtime të bukura. Kur ti kokën e kthem pas nga fëmiria dhe rinia, ke vuajtur sistemi asaj kohe, varfëria, me një baba të sëmur, jetim, padyshim që jeta juaj ka qenë shumë e vështirë. Të besoj për këtë pjesë. Por dua të pyes tashmë për Luanin, vllai që u la në jetimore sepse nuk ishte kushte për të rritur në familjen tuaj. Bashkëshortja juaj Esmia më tregoi që ju shkuat në Korçë dhe aty u interesuat dhe zbuluat që ai kishte jetuar në jetimorin e Korçës. E morëm të dhejat, i morëm nga Tirana, por Korça nuk të afronte gjitha. Korça nuk të sqaronte. Çfarë viti zbulove që vllai ishte rritur në jetimorin e Korçës? Absolutisht asnjë gjë, Odeta. Jo, çfarë viti mësove nga Tirana që vllai ishte kaluar në Korçë? Ka qenë viti 73-74. 73-74. Këtu në Tiranë, jetimorja e Tiranës të tha që Luana Amataj ka kaluar në Korçë.
Po, në jetimorin e Korçës. Në jetimorin e Korçës. Dhe ju kur shkuat në jetimorin e Korçës, ata nuk të dhanë asnjë informacion. Asnjë informacion. Por se ishte, nuk ishte, nuk të thanë asgjë. Absolutisht jo. Bile që e mora vesh për në Tiranë, kur vajta për furnizim, Edhe ndalë. atje në Tiranë, kur pa emrin Hamataj ajo, tha, çfarë ke filin Luhan Hamataj? Thash, e kam vlla. Shoferi më tha, mos jesh punë ti. Thash, ore, këtu, jemi rritu e tim, ma ka lënë në mamaja në maternitete, ku ta ti unë. Po te pa hajde ktheu ai. U ktheva unë. Me më tre thash unë, me magazinës. Me më pyeti më ti të thash që e kam vlla. Po si është çështja? Tha dëgjoj. Ai punon këtu, nuk më thash çfarë punë bënte. Ai punon këtu, po aktualisht tani tha që po bisedojmë tha, është në Francë dhe ky bën rrugën jashtë. Por Nuk më thash çfarë profesioni ka. Por ajo Dhe është i fijuar tha, edhe ka iku me gjithë Në një të madhit aty tha. me një vajzë e një të madhit. ishte fejuar. Ishte fejuar, edhe kishte iku në Francë e vinte mbas një viti. Se me qa merresh nuk më tha gjë. Por Nuk më tha. ajo e dinte historinë që ai ishte jetim? E dinte historinë ajo. Kishte ardhur nga Korça. Sepse Kishte ardhur nga jetimorja e Korçës. I dashur Luan, nëse më fal të thritan emrin e vllajt, e bëj shpesh të gabim. I dashur Gëzim, nëse vllai juaj që ju vendosi emrin Luan nga prindrit Nga mamaja. nga nëna, pse nëna ja vuri Nga nëna. emrin Luan. Nëna e vuri emrin Luan, edhe qëndroi 13 ditë në spital, maternitet, dhe iku në sanatorium, dhe nuk ja dhanë fëmijën. E qartë, për shkak se ajo nuk ishte në gjendje, me sëmundje që kishte Jo, dhe ishte në gjendje, ishte në gjendje. Por desha të thosha këtë gjë, Gëzim. Thjesht fakti që emri Luan që i vendosi nëna biologjike dhe mbi emri Hametaj i familjes Hamataj, ai e mbajti edhe kur ishte i rritur, do të thotë që ai nuk është birësuar. Se në momentin që birësohet mbi emri automatikisht. Po më merr mendja përdesa në këtë moshë, nga 52-shi deri në 88-ën, ishte me mbi emër Hamataj, do thotë që nuk ka qenë i birësuar. Po pra. Feminet tash. Po nuk dihet ajo punë tash. Jo, por nëse ajo magazinierja të ka thënë që Luan Hamataj punon këtu, ajo dinte historinë që ishte jetim, kishte ardhur nga Korça dhe të gjitha këto dhëna përkasin me vllain tuaj, kjo është 100% e sigurt që ai është rritur në jetimore dhe nuk është birësuar dhe mbas moshës 18 vjeç, në ato kohë shteti të jepte shtëpi, punë, të siguronte. Nuk është i sot që fatkesisht. Po. Që do të thotë ai nuk është birësuar mban të njëjtin emër dhe mbiemër. Mundet se nuk saksisht neve u lutemi juve që të na ndihmoni tash saktësinë, se neve ishim të Zot. Sepse gjë e parë që ne do bëjmë është të kërkojmë me emrin Luan Mataj, me emrin dhe mbiemrin Hamataj. Të kërkojmë me emrin Luan Hamataj. Pra kjo është gjëja më kryesore. Datlindja, emri babait dhe emri nënës dhe kaq. Luan Fasli Hamataj lindur në 10 korrik 1952-shi. Po. Të dhënat e tij. Në maternitet e Tiranës. Në Tiranë. I dashur Gëzim, çfarë do i thoshe vllait tënd nëse ai do të dëgjonte në këtë live? Tu me shpirt. Po të jetë gjallë, vetëm të thotë që jam gjallë, ka që nuk ka problem, nuk i dua asnjë gjë. Vetëm që e kam shpirt. E kam qanë. Të dalit thotë, jam gjallë, vetëm kaq. 2 llafe vetëm, jam gjallë. Po s'keni merak për mua. Se ku është ta dini juve të paktën. S'ka problem për mua ka rëndësi që të jetë gjallë. Gëzimi, jeta juaj ka qenë e vështirë. Pikërisht. Vetëm me babain, një 11 vjeçar që i ka munguar nëna. Po, dhe me baba të sëmur bile kur sëmundja tia ra në një kanal, u mbyt. Çfarë viti ka vdekur babai? Në 68-ën.
Në 68-ën. 68-ën. Sa vjeç ke qenë kur vdiq babai? 22 vjeç. Si ka qenë jeta jote pa prindër? Ma se pyet me shumë vështirësi. Me shumë vështirësi. Për ju është kujdesur motra, ajo me madhja. Ajo është një 2 vjeçë e madhe nga neve. E vogël, po paseja u martua dhe e vogël. Edhe u martua e vogël edhe bile kishte të shoqin shumë të mirë për neve që na u qenë prind. Dhe qëndroi afër jush. Qëndroi na mirë në shtëpi. Në dhomë në kuzhinë, vinim atje si fëmijë neve edhe babai kishte rrezik që vendemi neve. I dashur Gëzim, kur kthen kokën pas, kush është gjëja që të lëndon më së shumti edhe sot? Gjithçka është mospasja e mamas, e prindërve, sidomos e mamas, që është gjëja më kryesore për fëmijën, mamaja, pastaj babai, edhe vojtjet tona që nuk kemi pa një ditë të bardhë. Asnjë gjë të bukur nuk ruan nga fëmijëria jote? Absolutisht vetëm vojtje. Vetëm vojtje. Jeta jote ndryshoi kur ti u rrite dhe krijove familjen tënde. Në atë kohë vetëm, në atë kohë. Shqyr Zoti, unë kam 4 yje. Me jetë. 4 qupa dhe një djalë. Me jetë. 4 yje, 4 qupa, po them janë një ka mashallah, që të 4. Dhe më vjen mirë. Por, sa vite martesë ke me Resmien? 61 vjetë. Një jetë të tërë bashkë. Një të tërë. Resmia është aty, na dëgjon, dua të pyes, si e ke njohur Resmien? Isha ushtar. Po. Edhe reparti fsharak ishte aty afër shtëpisë. Kjo fshehesh. Unë isha ishte 16 vjeçe. Unë isha në oficer. Resmie, mu afrove ti aty afër. Këtu jam, këtu. Isha në oficer. Edhe kjo, unë afrohesha, kjo largohesh. Largohesh, Resmia. Po në më të 8-ën. Klasë 8, klasë 7. Klasë 7. Po. Edhe arriti puna që me ndërmjetësi, miqësie, me miqësi, se ishim të lidhur me miqësi, me një njeriu në këtyre neve. Edhe një njeriu im, bashkë me njeriu në këtyre shkon edhe te babai kësaja. Po babai saj kishte 6 vajza dhe 2 djemë. Po. Donte ta hite poshtë. Resmie, qa thot kështu Gëzimi? Edhe, po ishte njeri i shkëlqyer, si e jema dhe jati. Edhe, po si të qoftë, druheshin se unë isha pa prind. E kërgjë, po për një atë, me pranuan. Si dhëndri shtëpisë. Më pranuan edhe ku erdhi puna, sa më roba ushtrin, pa ikëm pa tutje pa ty, një vend krahën edhe ikën kafarej. E more direkt? Po, direkt. Roba ushtrin, më vura krahën në kafarej. Resmie, ma zjat pa kokën aty se... Kemi ikun gati 1 orë e gjysmë kem në përbalt, nga Levane në kafarej. Po mirë, prindrit ta dhanë Resmien? Po, ishte fijuar një vit e gjysmë. Ishte fijuar një vit e gjysmë, ishte ushtar i fijuar. E qartë. Resmie, ma zjat pa kokën të shikoj në sy? Si ka qenë Gëzimi si burr? Ka qenë një bashkëshort i dhej? Ka qenë një bashkëshort i dhej? Po, mirë që rrogën e dërgënte, po ka qenë që këne mërik. Që e ka prishur. Po, e gjeja shpinën, e gjeja. Po, prapë, po, mua më vinte edhe motrat e burat e motrat, ku netri më rinin mbi kokë, ose esër të vjetim.
Por dukeni që jeni një çift që keni jetuar, e keni dashuruar njëri tjetrin, e keni respektuar dhe ju uroj jetë të gjatë. Nuk kemi shkelur normat. Ishim brenda normave, Odeta. Edhe fëmijë brenda normave jam familje shëndosë dhe brenda normave. Dhe më vjen mirë që jeni të lumtur dhe keni sjell në jetë fëmijë dhe jeni dhe prindër krenar. Faleminderit edhe juve o Zot, u bëft jeta dritë, edhe fëmijët keni mirë, të kenë fat, vetëm s'fallo një herë, pare punës. Unë uroj dhe shpresoj që të gjejmë të vërtetën e Luan Hamataj, të vllait tuaj Gëzim dhe kunatit tuaj Resmie, me shpresën që ai ndodhet diku. Uroj dhe shpresoj që të bëj të lumtur. Inshallah tjetë, Odeta, motre, inshallah tjetë gjallë. Ai është 73 vjeç, gjallë duhet jetë, se si ka ndodhur diçka e keqe, urojmë dhe lutemi që të jetë gjallë, se jetës nuk i dihet. Se çfarë do të jetë. Unë atë o Zot, i lutem Zotit kur do erë. Këtë jetën. Odeta, kurse muret bëhet keq vetëm qarë. I po që pa çfarë do bëj babi? Se unë kam një vajzë, kam në Amerikë, po bën 23 vjet. Që larguar. Edhe i themi neve, mos do gretë në re. Se mos do këte. Jo, jemi rritur jetim. Se nuk e kemi ngopur barkun e bukë. Ja në qufa tjetër. Re babi, po ta di ke ngopur barkun e bukë. Po mira të ka vuajtur në fëmirinë e tij, kur e kujton të shkuarën e tij, normalisht i dhëm kjo gjë dhe është normale të derdhësh lot, edhe burrat çajin, dhe nuk është turp të qash, të derdhësh lot, të tregosh dhimbjen që përjeton. I dashur Gëzim dhe i dashur Resmie, unë ju përqafoj të dyve, do mbetemi bashkë në kontakt dhe uroj që Luan Hamataj të na ndjeki në këtë live, të reagoj dhe të ndodhi ajo surpriza e madhe. Të lumë të goja të keqët. Të goja të kes jetën e gjatë, Zot, që tër familjen. Do jesh përndia për mua. Dhe ju të dyve ju uroj veç lumturi bashkë. Faleminderit shumë, faleminderit. Ju përshëndes Gëzim, ju përshëndes Resmie. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që t'jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet këtu poshtë ekranit tuaj. Mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër me të tjera histori. Mirupafshim.